Përshëndetje të nderuar shikues, këto janë lajmet e orës 9. Lënia e Kosovës jashtë samitit për demokraci të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka vazhduar të komentohet në forma të ndryshme, derisa opozita ka vlerësuar këtë si rrëshqitje drejt një izolimi ndërkombëtar, përfaqësues të institucioneve i kanë quajtur tendencioze narrativat e tilla. Ndërsa njësit e rrethanave i kanë listuar gabimet që sipas tyre kanë quar drejt mos ftesës së Kosovës në samitin për demokraci. Ata kanë thënë se mos përfshirja e vendit duhet të përbëjë mesazh për Kosovën. Analisti Dritro Arifi ka vlerësuar situatën si një sinjal të parë apo një flakaresh diplomatike për qeverinë dhe Republikën e Kosovës, që tregon se ajo nuk e ka vendin mes shteteve që konsiderohen mike të demokracisë. Kundër kësaj ka reaguar presidenca duke i quajtur të pabaza tendencat për gjoja izolimin nga Shtetet e Bashkuara. Përveç Kosovës, ftesë për këtë samit nga rajoni nuk kanë marrë as Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Presidenti amerikan Joe Biden do të jetë një koqir i samitit virtual më 9 dhe 10 dhjetor, ku pjesëmarrës janë udhëheqës të qeverive, shoqërisë civile dhe të sektorit privat. Sot një zyrtarisht fushata zgjedhore për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka paralajmëruar masa ndëshkuese kundër subjekteve politike që nuk do t'i respektojnë masat anti-Covid gjatë këtij procesi. Në fushatën e zgjedhjeve të fundit lokale janë raportuar raste të shumta të shkeljes së masave nga pothuajse të gjitha subjektet politike të vendit. Partitë politike në rundin e parë të zgjedhjeve ishin deklaruar se nuk do të mbanin tubime zgjedhore, por fushatën do ta përqendronin në rrjetet sociale. Megjithatë, të gjitha mbajtën tubime në kundërshtim të rregullave anti-Covid, ndërsa për balotazh nuk janë deklaruar se si do ta zhvillojnë fushatën. Fushata për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale do të vazhdojë deri të premten, ndërsa në balotazh kanë shkuar 21 komuna të Kosovës. Turbinat e 3 hidrocentraleve në Grykën e Deçanit janë jashtë funksionit. Vendimi i Supremës që jep të drejtë gjykatës themelore për pezullimin e punës në këto hidrocentrale ka kthyer rrjedhën natyrale të ujit në lum. Krahas këtij vendimi të gjykatës supreme, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka marrë vendim për pezullimin e lejeve ujore dhe mjedisore për hidrocentralet Belleja, Deçani dhe Lumbardhi 2. Në vendimin që ka siguruar koha, thuhet se pezullimi do zgjas deri në nxjerrjen përfundimtare të vendimit për padin e ngritur nga Faton Selmanaj, Xhavit Kuçi dhe Muharrem Lulaj, me pretendimet për dëmet që janë shkaktuar në atë pjesë nga ndërtimi i hidrocentraleve. Adem Lusha nga shoqëria civile thotë se presin nga organet e drejtësisë që të merren seriozisht me dëmet që janë shkaktuar në atë pjesë. Ministria kishte themeluar një grup punues për çështjen e licencimit të hidrocentraleve, por përkundër shkeljeve që janë evidentuar, kjo ministri nuk ka treguar se si do të veprohet karshi këtyre shkeljeve. Antari i presidencës së Bosnia-Hercegovinës Milorad Dodik në një intervistë për BBC-n ka thënë se synon që ta formojë ushtrinë e Republikës Serbe pasi një gjë e tillë lejohet sipas marrëveshjes së Daytonit. Ai ka thënë se kjo është një e drejtë që nuk është fuqizuar më herët. Dodik me këtë rast ka potencuar se nuk ka dyshime që një krim është kryer në Srebrenicë, por se kjo është punë e individëve e jo e ushtrisë në tërësi. Antari i presidencës së Bosnjës muajin e kaluar kishte deklaruar se do t'i detyrojë forcat e armatosura të tërhiqen nga territori i Republikës Serbe, duke pushtuar kazermat, por tash konsideron se bllokimi i kazermave është i panevojshëm. Për më tepër, Dodik ka thënë se nuk e do Bosnjën ashtu siç është aktualisht. Këto komente ai ka bërë në kohën kur përfaqësuesi kryesor i komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë ka paralajmëruar se vendi është në rrezik të menjëhershëm për të shpërbërë dhe se ekziston një perspektivë shumë reale e asnjë rikthim në konflikt. Dhe me kuriozitetin e ditës, ne po e përmbyllim këtë edicion. Ju faleminderit për vëmendjen.